Pra kur ta bësh herës tjetër, kjo është. Më ndiq mua dhe bëhe. Lutëm pak aroma. Aroma. Wow, kosti për zjerë me vezë, po është arome vërtet, ama e gjithë vërtet. Mundoha që t'i gjithë. Kjo është diferenca. Dhe mundoha Pak që gjak sipër? Po. Po dhe gjakën e paske dyrt ferë. Po thash që mundoha që pak të marrë disa produkte natyrale. Jo bio, natyrale. Do të pyes për diçka? Sepse të kundërshtoja veten time me ata që thash pak më parë. Këto erëza që i ke këtu i përdor kështu shumë apo nuk? Ke gatimet të E mira është me Gjitha gatimet. me karar. Se unë që kur kam fillu gatimin, gjithë erëza e mbyta. Më shumë unë përdor energjikun. Me energjikun Ke më shumë? përsheshje elbasanit. Të Se ka përshesh. vetën recetën. Me energjiku djosma. Po. Energjiku për pjesën. Sa e mirë, unë jetë dhe fasuleve. Është gati, por kjo është e rëndësishme ke përsheshje, sepse përsheshje ka të vetën. Po. Edhe tava e pisilit, po të shikosh rrugicët e kalas të elbasanit. Kjo, çfarë ishte? Ajo është trunë ajo, po të shikosh rrugicat brenda në kalas, Po. so që ti ke bërë emisione për kalan për këto. Po të shikosh rrugicat, domethënë janë gjitha me energjik i thimin e. Rrugisa me energjik. Sepse ka qenë një Ose ndër keni vetëm ju, e ka Berati, e ka Po, Vlora. por kanë qenë një ndër erësat në atë kohë që përdorte më shumë në gjitha gatimet tradicionale të Elbasanit. Pra, kur themi ke tava kumë keni energjikun e njom, që përdoret i njom fare me tupë, në fjalë ke japrakët që përdoret sa në energjik, pra janë gatimet që i kanë gjitha këto erëza në energjiku. Do me thënë vetë zjedh me energjikun si më të pëlqyeshme. Jo rigonin. Jo. Se ke rigonin. Nuk e ka Elbasani kush i di. Është rigoni i shkuminit, por nuk është siç është rigoni i Llogaras apo i Gjirokasës, pra ti ndajmë çik ato zonat që kush qur për traditën e vet, sepse nuk do të Elbasani vetë, Elbasan do të për të marrë. Se unë jetë me njërë ne, nga që jam mësuar me djosmën, po është ne energjik, me në. Po, ne energjik. Ne energjik. Pra, nuk do shkupin në Elbasan dhe me marrë në Gjirokasë apo në Rigoni apo në Llogaras. Rigoni nuk e marrë në Traças dhe është e përdor shumë, e përdor në çajra, e përdor në gjedhra, në gatime. Është shumë e mirë, jep shije, po është antibakterial, është ka çdo gjë. Dhe pastaj sherebela, ka sa të duash që përdor, dafina, ke dafin këtu? Po, dafina që ke. Këtu kemi dafin, hudra, pistili dhe pisi e mori e gjitha. Po, dhe pak. Aroma, po më ngatrohet aroma me verën këtu. Më vjen aroma e verës. Mos u bë kjo? Ta shpoj pak të. Do dhe pak. Mbaroj, apo jo? Jo. Ka akoma. Tani. Qumështurin apo qullimare, këtë do të bëjmë pari? Si quhet? Qumështurin e çamëris apo qullimare, këtë do ti ta filloj. Nga ta filloj. Apo të vazhdoj me kripra të herë. Vazhdoj me kripra të Okej. herë. Pas kemi punë. Nesër ikim me. Ne në Elbasan i themi kalestre, ju nga Tirana i thoni pul. Pul. Po kalestreni është pul fshati. Po, kalestreni është pra puli e themi pulit e cila ka fillu pjedhin vezët, është mbi një vit. Kurse kalestra është e vogël. Po. Është e vogël. E themi kalestra, dhe gjithmonë ne kur përdorim. Nëse jemi pak na i të vendham, vunë pul. Pra përdorim fjalën pul, fjalë si fjalë. Jo. Nuk është gjëja më e mirë që po ham. Po, nuk jemi të nakë, na e hodhëm nga diçka tjetër. Kuptova, na e hodhëm. Ne dum kalestren, po. Tu çfarë do bëjmë tani? Tash do bëjmë qullin e ara. Qullin e ara. Merrem unë me qullin. Por do? Me që do merr. Patjetër. Një. Patjetër. Si ja bën që nuk je shëndoshur? Unë nuk jam shëndoshur. Unë jam në dietë. Je në dietë tani, e? Vetëm i shikon këto. Unë humbur rreth 13 kg. 13 kg? Po, nga korrikut e tash kam përdorur dietë. Kam mbyll te. Mbyll atë. Shiko, kështu thon, kam mbyll atë, po bëj gjilpër atë gjithë. Jo, te tash jo shiqur zotës jam, atë jam mbyll gojën. Kam mbyll gojën. Realisht kam hequr kompletisht me. Jo, është gjitha këto që gatuan, Po, për tjera. Dyra, tavat e Elbasanit kanë goxha i ndyrë. A, do me thënë, tava e Elbasanit është për qef, nuk është për përdita. Pak hudër.
Çfarë rodhe më fal? Hurdër? Hudhër. Po, hurdër. Po apo bëjnë më mbërsirë? Jo, më, po bëjmë arë. Shumë arë. Okej. A kjo nuk është mbërsirë? Jo. Shumë arë, kalestreni me shumë arë. Më fal. Po të hedh disa gjana, detaje do ta kthesh kokën andeti që më shohësh gjitha detajet. Unë e kthej se unë dhe po e mbajta nuk e mbaj. Nice, e rëndësishme është që po dalloj çfarë është krip dhe sheqer. Megjithëse më kanë mësuar diçka, që do thonë hip gjithmonë pa krip, edhe kur gatuan nga mbërstira. Që duhet i largojmë nga. Atëherë ky është qulli me ara. Kjo është? Një kuj djegës është apo ja? Jo, pa djegës. Ka më pistike pa djegës. Do ta trazoj fort apo? Po, desat. Për të trasur. Edi më bëj gati edhe tavën e 100 e pistilit. Ne do t'i përgatisim gjitha tavën, pastaj do t'i vendosim një herë në furrë gjitha. Gjitha bashkë? Po, një herë në furrë. Fura është atje ajo? Fura e drurit është atje, që t'i vendosim pastaj. A gatuam vetëm furrë drurit ama? Po. E po, mirë. Duhet të përshtat dhe ato. E po, mirë tani, se unë sa do të mësoj. Unë jam drejt përfundimit për fjalë dhe rregullimit që atje do ta përdor për pjesën e gatimit të brumrave. Ato vendin Po orçakut. brumrat me shko shikoj, po i bëni vetë gjithë, ha? Po. Nuk ka asgjë të gatë.